përshëndetet në episodin e radhës të Gossip. Vazhdojmë çuna me historinë e parë. Të lutem. Po. Para se të fillojmë. Ha. Kam një surprizë. Ha. Ha, prapë surprizë. Po. Atë po pres. Okej, ja, një sekond. S'është as episodi i parë me na bëu surprizë. Ha. Në që na ke marrë edhe në punë. Po, tash më vjen të dur bosh, kam po i sapun. O zoti ma. I kështu i palgeta sa për. Po geta 200 lekë që ke ble. Po mora për shpejt, s'kisha kohë. Po sapun. Shumë faleminderit Renato. Ti Andro, s'më ke bërë gjë? Jo, unë kam bler sapunin. E pas keni nda për gjys. 500 lekë, 200 lekë. Ja. I kam bletë 2 javë vetë. Okej, shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Desha më marrë edhe poko kafe. Vazhdoj me historinë e parë. Hi Greta, së pari je shumë e mirë, të kam shumë xhan. Edhe unë të kam shumë xhan ty. Këto nuk ekziston. Edhe unë të kam shumë xhan ty. Edhe Greta ka shumë xhan. Edhe unë kam xhan. Juve nuk ekzistoni. Okej. Doja të tregoja diçka, u bë 6 muaj që jam fejuar. Shkoj çdo javë tek shtëpia e të fejuarit, por më habit fakti që kemi 6 muaj me njëri tjetrin dhe ai akoma nuk e ka marrë guximin për të kaluar në intimitet as për të më puthur. Nuk më puth, vetëm kur e puthon ndonjëherë, domethënë nuk është fare i afrushëm as natën e mirë nuk thot, doja mendimin tënd të lutem sepse po dyshoj se mos është gay. Anonim. Mund të jetë edhe Mehmet. Nëse ai fliste. Po. Po s'bënte gjë tjetër. Jo, tha, as natë nuk thot, kështu që. Si mendoni ju djema? Do të qenë se Andro ka dëshirën gjithmonë të flasë i pari, mund të. Ma që dhe mua dhe s'ka që dhe unë flasë për i pari për këto. Tani, ajo tha që e kishte të fejuar, apo jo? Po, ishte fejuar, kam 6 muaj. I shkonte te shtëpia e vet. Po. Edhe nuk kishin asnjë lloj intimiteti, apo jo? Po. Edhe për të puth thot me zër më puth. Po si janë feju ata? Po pra, këtu link. Kjo është pyetja ime domethënë se më bën pak çudi që dy njerëz domethënë marrin një hap kaq të madh. Mos janë feju me kështu me shkuesi. Me shkuesi. Nuk merr guximin thot, sepse ndoshta e ka atë, po mos ka turp, mos është i turpshëm. Tani mos ajo e ka puth. Po pra po, vetëm kur besoj se duhet nuk më puth vetëm kur e puthun thot, që domethënë ky tipi që e ka tipi ftohtë. Nuk e merr asnjë. Po, duhet i ftohtë kur si person. Po çfarë mos ta kesh dashur aty dhe mos të kalosh në intimitet? Nuk është normale. Njëri ka edhe punë tjera. Kur bie nata ai do të mbrojë qytetin, domethënë. Po, mund të jetë Batmani për shkak. Po. Jo, po përveç kësaj, tani 6 muaj janë shumë, po okay, do kuptoj atë ishte 1 muaj, 2 muaj se është kjo pjesa që je çik i ftohtë në fillim. Po mos ndoshta konsumohet me të tjerat. Po, edhe ndoshta mund të tradhtoj. Jo, nuk quhet tradhti. Po mos se nuk quhet tradhti. Si mos quhet? Jo, ajo quhet thjesht që e kanë martu me zor, ose kanë fiu me zor. Për mendimin tim ai mund të jetë të bëllë stërvitje, që të jetë në top form, qapi më të mirën. Goca nuk e ka theksuar në asnjë moment që është feju me zor me këtë çunin, kështu që i bie që janë feju me dashuri. Dhe thotë që problemi është që ky nuk kalon në intimitet me këtë dhe për ta puth thotë nuk është se ky nuk ja kthen puthjet, ky ja kthen puthjet. Thjesht vetëm kur shkon kjo. Unë mendoj, tani duke qenë po t'i futemi pak më seriozisht, ky tipi mund të ketë sa probleme tjera, përveç se probleme me intimitetin. Po pra kjo thotë, unë po dyshoj thotë që është gay. Jo, po ky është problem shumë i madh. Jo, ky është problem i vogël e vërtetë. Po them që mund të jetë problem që ka të bëjë më shumë me pjesën psikologjike, mund të ketë ndonjë traumë, mund të ketë ndonjë problem, një diçka që e ka të vazhdueshme. Edhe ndoshta kjo gjë ka bërë çik ftohtë seksualisht. Po pavarësisht kësaj 6 muaj pa kaluar në intimitet me të fejuarën janë shumë o plak. Plak, po më duket si ajo profesorja seksit. Po pra sepse me këtë temë që më bën edhe. Sepse më duket kështu, pra më duket çik gjynaf kjo goca. Ose mos ka kaluar ndonjë traumë ky me atë që mund të ketë pasur më përpara. Pse thjesht nuk e provokon ti çoj një gay. Ide e lezetshme. Ti bëjmë kështu ti çoj një dancer, si quhen një stripper. Mund të jetë aseksual që s'ka dëshira seksuale? Jo, ky dëshirë seksuale ka përderisa ja kthen kësaj. Nuk është se thotë stop këtu. Ore i kthen vetëm puthjet. Nuk më ka rënë ndonjë rasti të shoh kështu gjëra. Motor, 3 alternativa ke. Është gay, do akoma ishin? Po. Ka dashnore? Ka dashnore, kaq 3. A kjo që ka probleme psikologjike këto se fusim apo s'është? Jo, mund të ketë edhe punë. Jo, po të ketë probleme psikologjike duhet të flasësh me partnerin se prandaj supozohet që je fejuar. Ose shive, se mund të ketë edhe meshkuj që do të bëhet çika të vështirin, e kupton. Po, 6 muaj i fejuar. Jo, po prit.
Opsioni tjetër mund të jetë duke të prit për martesën ai. E kupton? Nuk bëjmë seks para martesës. Po, bravo, fiks. Nuk mendoj që është asnjëra nga këto. Unë realisht kam pas një rast shumë konkret ku i shoku im nuk preferonte që të kryente kështu marrëdhënie seksuale, vetëm domethënë pas martesës. Okej, mund të qëndrojë edhe kjo. Mund të jetë besimtar. Po japim djalit akuzat kot sikur është gay, sikur vetëm me kaq mund të ndihmojmë. Çuna kalojmë te historia tjetër? Po. Kam edhe surprizë tjetër. Ha, te historia tjetër. Surpriza paske sot më bën. Jo, nuk. Okej, s'paske. Hey girl, jam e lidhur me një djalë dhe në diskutime sipër më thotë që ai mund të mbaj vajza follow që mund të njohë në punë, ndërsa unë djem jo. Arsyeja sipas tij është se femra mund të zërë një mashkull për 0.5 sekonda. Të duket normale kjo gjë? Absolutisht jo, nuk më duket normale kjo gjë. Flit Andro. Tani, normalisht këto punët e followersave, rrjeteve sociale, unë i kam shumë inat personalisht. Por ti zbaton. Por i zbatoj, normal, është thjesht rregull, sepse kur je i vjaks. Nuk është vjaks, është më shumë pjesë, ta them, duhet të respektohen ca kufinj, e kupton? Edhe këto i vendos që në fillim. Tani ky djali po bën diçka të padrejtë, mendoj unë, se përderisa ky i bën këto gjërat vet, nuk mundet që t'ia thotë edhe kësaj gocës, domethënë bëj si bëj unë, mos bëj si them unë, si ishte ajo, ku di unë. Jo, është ndryshe. Okej. Po pse më çuna, jo duket normale që një çift i lidhur, djalit i thotë, "Jo, ti nuk bën dot djem follow në punë", ndërkohë që ai mund ta ketë vetëm koleg pune, siç i justifikohet ky që i kam kolege pune dhe i bëj follow. Po është ndryshe. Nuk kemi njësoj. Po si është ndryshe? E kuptoj. Po jam punë, më komunikon për ditë me atë personin. Tani te femra që ka ndryshe, te mashkulli është ndryshe? Po është ndryshe, sepse femra lidhet edhe emocionalisht, edhe ta ketë edhe në Instagram pastaj ose në rrjetet sociale. Bëhet dy fish më keq. Po bëhet dy fish më keq. Po me këtë lidhet emocionalisht me kolegun e punës që i thot duhet bëjmë këtë punë orën 2. Mund të gjejnë kushëllim. Për shembull, ndi një rast konkret që ka pas situata që mund të kenë Ti ngele duke ditë raste konkrete, na e trego këtë rastin konkret. Që jam edhe në punë erdhe i përgatitur, kështu që konkret. Edhe për shembull mund të lejti punë ato të dy bashkë, që në orën 2 është kjo punë për të bërë, e kupton? Dhe ndodh që janë vetëm ato dy. Po. Tani ato dy aty mund nisi një komunikim i vogël, një ngacmim, diçka, e kupton? Pastaj mund kalojnë duke folë në rrjete sociale. Po jo pra sepse ti nuk e lejon. Komunikim verbal. Ti nuk e lejon që të kalojë kjo gjëja më shumë, sepse ti e di që ke një partner, e di që ke dashur dhe nuk e lejon që kjo gjë e thotë çun. Mirupafshim. Parim gjithë janë okay. Se çuni e bë ka domethën këtë? Kush çuni? Çuni varet mund ketë momente dobësie. Po jo, s'është moment dobësie, atëherë ti se do dhe se respekto partnerin tënd. Çunat kanë nevojë që të gjejnë veten, edhe të zgjedhin partnerin e jetës dhe e dinë se cila femër është e duhura dhe në moment që kalojnë gjitha këto vështirësi, sepse janë vështirësi për ne, mund duket kështu nga jashtë, sikur okay, qefi i madh. Ukalla. Je i pushuar, folat. Ukalla, okej. Je i pushuar. Shiko, besoj leje këtu që mos ta çosh kështu. Si kështu? Më keq. Jo, më shumë keq, që po ti jam përshtatje e bëra atë tëndën, e kupton, e kuptova, po unë besoj tani, po ta marrësh nga perspektiva tjetër, dy njerëz në marrëdhënie duhet të respektojnë njëri tjetrin, e kupton? Kjo është për respekti më shumë. Ça pive uji? Se kemi sponsor. Jo, sponsor skemi, po nuk mund ta them se çapiva si bie ti bëjmë. Mos e thuaj sepse na thon. Është nga ajo pije energjike kështu. Edhe po thoja domethënë që është punë respekti më shumë se punë kështu, se edhe unë personalisht po të isha në një lidhje dhe unë tani i kam ato gjërat e mia që s'dua të bëj dashuria ime. Ti je në lidhje? Nuk ka rëndësi kjo. Okej, pyeta. Por nuk mund për shembull t'i them femrës time mos e bëj këtë gjën, ndërkohë që unë vetë e bëj për shembull, pavarësisht si mund të jetë. Ky është domethënë koncepti, pastaj. Ky rast specifik. Domethënë të lush kalçeto ti do të luaj edhe ajo. Kalçeto. Përgjithësi ky është parimi, pastaj si koncept kjo pjesa që ti duhet të mbash shokun, s'do të mbaj shok, kjo më shumë ka të bëjë me sa besim ke ti te femra jote pastaj, e kupton? Ndoshta ky tipi që i ka thënë këtë kësaj tani themi realitet, ndoshta s'ka aq besim te dashura vet. Ose thjesht i bën këto gjërat në punë me ato të tjerat dhe thot unë e di se ç'a bëj, kështu që s'mund ta lejoj që ti bëj edhe si mendojnë çunat. Po. Dhe fakti që di se si mendojnë çunat i thot po ai s'ka s'ka besim ndoshta tek. Nuk e bë. Po. Po e di ti se ke qenë shok. Po e njoh se i shokëmi e ka çu këtë histori. Ti ke gjithë raste konkrete. Pinga kjo gjëja pi. Edhe gjithsesi e përshëndes atë shokun tim që për rastin konkret. Unë mendoj që fare nuk është normale kjo gjë dhe absolutisht.
Pusho. Je I pushuar. Fol mirë, kam thënë. Nuk është normale kjo gjëja dhe absolutisht që jo nuk duhet ta lejosh as ti. Nëse ai nuk lejon ty as ti, s'duhet ta lejosh të bëj femra të tjera follow. Vazhdoj me historinë e radhës. Okej, kam edhe një surprizë. Surprizën tjetër leje. Shkurt dhe pa shumë detaje. Eksi im filloi të dilte me një vajzë gati 20 vjeçë më të vogël se unë dhe rastësisht 20 vjeçë më të vogël apo 20 vjeç? 20 vite, po, 20 vite më të vogël se unë dhe rastësisht gjej babin e saj në Tinder, normalisht filloi dal me të dhe I them eksit që tani jam njerëka juaj, ha. E kuptuat apo doni ti unë përsëris? Far lomshi që ka bë këtu. Far filmi si në ajo Sex and the Beach, si quhet ajo. Tani me pak fjalë, ishi vet është lidh me një gocë, po, 20 vite më të vogël. Po. Kjo I ka kap babin kësaj gocës, po, dhe tash zyrtarisht I bie që të jetë si bie. Po, njerëka. Apo jo? Po pra. Njerëka. Po. Jo, mor. Po, më sa shumë ta shkruajt. I bie. Dhe I them eksit që tani jam njerëka juaj. Jo, I bie. Kupton? Që është njerëka e këtit dhe e kësaj. Do më thënë eksi që nga vajza në këtë rast. Si bie? Po pra, ne themi bie. Ti rati out fare. Ne që po mundemi ta kuptojmë këtë po vujmë. Tani. Po. Dhe një herë, okay. Eksi im filloi të dilte me një vajzë gati 20 vite më të vogël se unë, që do më thënë, ky ka dalë me një gocë më 20 vite më të vogël se sa kjo. Okej. Tani rastësisht tot gjej babin e kësaj gocës në Tinder dhe normalisht filloi dal me të. Do me thënë kjo ka dal me babin e kësaj gocës që është lidh ishi dashur I vet. Plak, po nëse ka dal me 20 vite më të vogël, ç'a moshe ka këto? Po pra, po tani mosha nuk e ka shkruar, thjesht po tregon fenomenin që ka ndodhur. Mirë, okay, thjesht sa po dhe? Dhe kaq. Do tani bie që kjo është bërë njerëka e të dashur si ishit. Ç'i bie? O zoti ma, ç'na ngatroi kjo. Ore. Se kështu I bie tash. Kjo ka gjetur babin e kësaj që është lidhur ishi vet në Tinder. E kuptova, janë lidh familjarisht. Po. Kanë lidh krushi bashk. Janë lidh familjarisht. Okej, super. Okej. Bang. Kishe përshtuar gjë ti grep? Po, kishe përshtuar gjë se unë kështu e kuptova. Jo, thjesht ka dashur që ta tregoj si gjë, kështu që uri. Nëse urime si them dot apo çfarë ta uroj? Po, ta uroj pra se për të është krenari. Në dasëm. Po kjo, jam kurioz, ndihet okay që për shembull po të ndodhi ky bashkimi që okay, këto dy ja ka bë për inat, pra po. Pra pas mos më duket okay, s'm duket normale si gjë. Se tani ka një problem. Nëse ndodh ky bashkimi, që thot, ky çuni me këtë gocën 20 vite më të re, lidhen bashkë, dhe mund fejohen dhe mund të martohen. Edhe të martohet edhe baba e kësaj vajzës me eksin dhe të jetojnë familjarisht këto. Do thënë, është okay për këtë gocën? Po okay që nga pra, përderisa thot un jam njerëka e saj e re, ku diun e ti re. Apo thjesht ka desh ta degeneroj këtu publikisht. Ndoshta. Degeneroj publikisht nuk është ai se fundi fundit baba gjasme s'ken audiencë. Ose mund t'i japi ide gocave tjera. Kalojmë te historia tjetër. Nëse okay, te historia tjetër. Nuk e morëm vesh se ishin si përfundim këta, po që gjithsesi ajo goca nëse është e vetmuar vetmuar s'është nëse ka babin atij që është shumë I hapur për këtë situatë, thonë. Kë ke një shok, aha. Kam një shok. Okej, dilëm atë shokun tare, përshëndetje. Historia radhës. Ç'kemi yllësie? Shkurt shqip, më duket se kam gjetur çunin perfekt. Shkurt shqip. Çunin perfekt. Mos e ndërprej. Falo. Tropojan. I gjatë. I pastër. I sjellshëm. I komunikueshëm gjitha që duan. Renato, e kalojmë të. Se I duket çeka mund. Mos e lidhur me dikë dhe s'na e ke thënë. Jo, okay. Okej. E duam shumë njëri tjetrin. Ama familja ime nuk është dakord. Domethënë mami dhe motrat nuk janë dakord, ndërsa babi është më tolerant, sepse bën gjithçka për lumturinë time. Problemi për të është që ai është katolik. Po. Ndërsa unë jam muslimane, thotë. Problemi për atë apo për këtë? Ç'është kjo misima? Problemi për këtë për atë familjeve që nuk janë dakord, e dëgjova apo kishe me te Tropojani gjatë I sjellshëm. Dhe sipas feston nuk lejohet që një vajzë të martohet me dikë që është I festë tjetër. Mua kjo gjë më acaron. Mirë, mami, për të paktën motrat që duhet të jenë më të kuptueshme, po ma bëjnë më keq. M'vjen dhe turp
thot kur bëhet ky muhabet, domethënë nuk di se ç'a të bëj fare, vetëm e di sa ideali më don dhe më respekton ashtu siç duhet. Mendoj që duhet të përmendet puna e fesë sepse shumë çifte pengohen nga këto budallalli që duan një këshill sepse është shumë stres për mua, help. Po. Mund ta ndihmoj shumë thjesht. Po. Jam katolik, jam tropojan, jam i sjetshëm, jam i gjatë. Mos jeti ky. Jo, po kjo po thotë që pikërisht pra ky është problemi, që je katolik po zemra. Po. A do të ky është problemi, nuk është sepse ajo është muslimane dhe nuk do familja e saj. Po nëse konvertohem unë? Atëherë. Se gati konvertohesh ti? Patjetër. Pse rrenë? Mirë, se ne këto tani e kemi në kuadër të humorit për ta bërë gjën më kështu, po sa të më ndërpreve dhe jeri pushuar me për... Okej, se në ra mikrofon. Vazhdo. Vërtet që është bërë shumë problem këto kohë, puna e fesë që nuk lejojnë muslimanët, krishterët, kape atë ujnë ta 300 lekë. E muslimanëve, e krishterëve dhe mendoj që në ditët e sotme kur gjërat kanë avancuar kaq shumë dhe dashuria është kaq e madhe, pse dreqin duhet të jetë problem nëse dikush është musliman dhe tjetri krishter. Tani ti po martohesh me fen, ti po martohesh me personin, me zemrën, me ndjesitë dhe prindrit. Duhet të ulen dhe ti mendojnë pak gjërat pak më gjatë. Më gjatë, s'ka ngel tek feja. Sot njerëzit martohen për dashuri, jo se është ky musliman, është ky katolik. Jo. You know? Unë besoj që problemi qëndron në faktin që po të ndodhi ky bashkimi, po. I bie shumë shpenzim. Pse shpenzim? Ne do bëjmë dy dasma. Jo, me festat. Me festat. Edhe Bajramin dhe Pashkët. Okej. Festoj çdo lloj feste. Ta mendosh ekonomikisht është i far kosto. Të dëmton o plan. Është i far kosto, po. po. Dhe në ditët e sotshme ekonomia është e rëndësishme. Shiko. Kështu që i bie të festosh Bajram, Pashkë, plus mos harrojmë ditëlindje, që janë këto Shën Valentin, gjitha këto, do thani bie Shën Valentin nuk çdo vit jetë festë edhe çdo vit shpenzojmë edhe. Po se besoj se është tek pjesa monetare se ajo thotë që më ndihmon, më ndem përkrah për çdo lloj gjëje. Por unë që shoh pak më larg nuk është familja Renato, nuk është familja e djalit që ka problem, është familja e vajzës që është muslimane. Vajza i mendon këto. Jo, pra se familja e vajzës, po i mendon edhe familja e vajzës. Jo, vetëm mamit dhe motra vajzës kanë problem. Fol Andro. Unë mendoj se kjo është temë shumë e përhapur o vllai, kupton? Shumica e njerëzve këtu domethënë e kanë pasur dhe e kanë këtë problem që një nga persona do të jetë musliman, një do të jetë katolik, domethënë toleranca fetare sado që është këtu. Kur vjen puna në disa raste specifike, në disa raste specifike bëhet shumë problem. Në këtë rast është vajza, shumica e rasteve ndodh që është familja e djalit që nuk e don nusen për shembull katolike ose muslimane, çrëndsi ka, por në këtë rast për shembull është vajza. Dhe gjithmonë zgjidhja është ose konvertohu ose ndro fen, si thonë. A ja vlen konvertimi? A pranohet konvertimi? Po pra, këtë do të them që para se të shkojmë te këto zgjidhjet ekstreme që të konvertohesh, ndrosh fen ose të ndahesh, mendoj që si shta Greta duhet të uleni dhe ta shikoni vërtet gjën në një raport më të drejtë vëlla. Shiko, ka bëj dhe mentaliteti i prindërve, varet dhe mosha e prindërve që mund të kenë. Në rast se do të notë ty kjo situatë. Më ka ndodhur vëlla, dhe unë kam njohur vajza që kanë qenë besimit ndryshe, u madje prindërit e mi kanë me besime ndryshe dhe janë të martuar sot dhe kanë 3 fëmijë, kupton? Ja, një rast konkret. Kështu që nuk duhet i tregosh mamit dhe motrës tënde që janë një rast konkret dhe që janë shumë të lumtur dhe kanë pjella ëndër. Po, dashuria mos ndodhi ai bashkimi se ja çfarë mbi të gjitha, besoj që njerëzit kanë drejtë ta zgjedhin vetë. Ore, në rast se të ndodh ty kjo situatë. Dhe ajo të thotë që kjo gjë është problem. Po pra, unë s'kam ndonjë gjë në dorë. Vetëm ajo që mund bëj është të mundohem. Do isha konvertu? Po nuk do isha konvertu, po them, pra do isha mundu të bëj këtë gjë që është në midis. Pse s'do bëj sakrificë për dashurinë? Po para se të shkoj te pra këtë po them, para se të shkoj te ky hapi ekstrem, që të ndroj fen edhe të bëj këtë gjën tjetër, do shkoj të bisedoj me prindërit e vajzës. Ose mund ta bashkoj. Do bëj do gjej një rrugë të mesme. Nëse rruga e mesme nuk zgjidhet, pastaj normalisht do bëhet një sakrificë ose nga ana e saj ose nga ana ime. Bën shumë thjesht plagu. Konverto, marto, mos i të martohesh, konverto pra. Unë besoj që besimi është shumë personal. Pastaj kjo është temë tjetër, kupton, nuk ka lidhje me marrëdhënien. Ore ndoshta goca është edhe e mbuluar dhe familja prandaj e ka kaq problem. Po nëse vajza më sa tha që mua më acaron kjo temë sepse vet nuk e ka problem me sa e shoh, përderisa edhe është lidhur me djalin. Nuk e lejojnë dhe babi e pranon këtë gjë, po mami dhe motra nuk e pranon. Familja pas ka këtë gjë, domethënë. Kështu që besoj që është problem te familja. Për dashurinë duhet të luftohet deri në pikën e fundit, kështu që thuaj mamit dhe motrës
Që nuk është ndonjë problem kaq i madh feja, katolik, musliman, kur është dashuria në mes. Po se këto histori më duken pak boring, atim po spati tradhti, po spati. Jo, se ti the që në fillim mos i kap, mos u merri me fen në fillim se po, kështu që më mirë kalojmë këto tradhti. O çuna ty bëj një pyetje. Patjetër. Kush është femra ideale për ju? Grida Duma. Sikur ka qenë të prit gjithë jetën këtë pyetje, domethënë. Nuk i diet plak, do ta tentoj të shijon. Grida Duma, në rast se po më shikon, më jep një shans dhe të ta kthej në mrekulli. Çfarë do i bësh më pak Grida Duma? Ja, zëmësh Grida Duma këtu. Grida Duma zënizim në televizor. Është Grida Duma këtu? Po, çfarë do bësh? Ajo do mahnitet se do ketë për herë të parë një jetë përballë një mashkull me plot kuptimin e fjalës. Ju lutem, mos të kalojmë në Grida Duma, je nish. Mos të kalojmë në tema politike, Jo, s'është gjëra politike Grida Duma tani. Renato, realiteti. Femra që ti pëlqen që është ideale për ty dhe femra që është ideale për ty. Okej, unë do pres përgjigjen e Renatos, ata të vërtetën. Okej. Dhe pastaj do them timen. A do vazhdosh sa ta mendoj? Se nuk e ke në mendje. Jo, nuk e kam akoma. Okej. Atëherë, femra ideale për mua, po pse ma bën kështu se unë e kam në mendje. Okej, fal. Është gjithmonë një femër që është një femër e fortë. Tani vërtet do thuash ti e fortë çka kuptimi ka. Një femër e fortë, një femër e pavarur, inteligjente, e zgjuar, që nuk ka nevojë gjithmonë për një mashkull, e ngjitshme? E ngjitshme deri diku, por në atë kuptimin e mirë, se ka dhe femra ngjitshme që të Po pra ke dy mundësi zgjedhje, ose është shumë e ngjitshme, ose s'është fare, si do doje ti ishte? Po mos jetë fare bie që s'më do. Okej. Kështu që detyrimisht në këto dy zgjedhje do zgjedh të dytën, që është shumë e ngjitshme. Okej. Po them që kur flas e ngjitshme kam të kuptimin që ti të fiksuar mbas meje për mirë, domethënë ti të krenare për mua, ti mbështesë zgjedhjet e mia, ti jetë number one supporter, domethënë, kështu e kupton? Po, e kuptoj. Kjo është femra ideale për ty. Si është ajo shpreha që një mashkull i suksesshëm ka gjithmonë një femër të fortë pas vetes. Jo pastaj. Jo pas, se gjao pastaj. Në krah se pas nuk shkon. Mi mos e korrigjova, por se pas ti ka kuptuar, se ka inteligjencë që e kuptoj. Jeta është shumë je pusho. Andro, jeta është shumë e gjatë, ndoshta ne jemi shumë të rinj, se jemi një grup të rinj, vetëm një plak kemi këtu në rrethin tonë që është 40 vjeç. Ne jemi nga 25. Prandaj do të Grida Dumën ai, bën sens. Dhe doja të pyesja, ti mendon se e ke gjetur femrën tënde ideale? A mendoj që e kam gjetur, padyshim. Pa mendoj që do të jetë E ke gjetur? Po derisa e thash e kam gjetur. Padyshim. Po pare tha nuk ka rëndësi ai me lidhje. Po ka rëndësi, po mund ta kem gjetur valla, po do thotë që s'e ke thënë akoma. Nuk do thotë që jemi kështu. Padyshim. Ke krijuar një situatë shumë kaotike. Renato, të lutem shumë mos ndryshim tek mendimet e papiçulës. Nuk është koherent. Jo s'ka lidhje. Po ta them. Si koherent vëllai? Ta them kështu. Tash unë pyes, je lidhur? Thu s'ka rëndësi tani. Moment që ti pyetesh, e ke gjet? Valla. Po thuaj kam gjet. Po unë i thash e ke gjet femrën tënde ideale. Ai ndoshta nuk do ta thotë se jam i lidhur dhe një pyetje tjetër e thotë. Po pra, po sa po. Me të pyetja je lidhur se kthem. E ke gjet femrën ideale? Jo. Po pres Grida Dumën. Okej, ta them. Fakti që unë e kam gjetur femrën ideale nuk do thotë që jam detyrimisht në lidhje me të. Femra ideale për ty ishte Grida Duma, valla, po ti si e lidhur me Grida Dumën? Jo. Po pra. Po pse çezonin? Të po them edhe që unë e kam gjetur femrën ideale, domethënë e di se ç'a dua te kjo femër. Okej. Po tash nuk e ke gjet. A është e arritshme? Në moment që thua. Kjo do mësot si sot gjeta gjatë jetës. Në momentin që ti thu. Ai ke gjetur ti këtë femër. Ai ke atë femrë. Unë pretendoj që këtë gjë do ta mbaj sekret. Është sezon i gjatë. Ja fute kot ke drejt Renato. Ke drejt. Do ta mbaj private. Do ta mbaj private. Okej. Reaksionar. Jo, pse është sezon i gjatë. Ti Renato, cila është femra ideale për ty? Dhe a e ke gjetur ti femrën tënde ideale? Akoma nuk e kam gjetur dhe po pres, do të thënë, si mendim, ndaj një mendim si Andro, por thjesht nuk duhet që të jetë ngjitshme. Gjitha ato që tha Andro, e fortë, inteligjente, gjitha. Okej. Shumë korrekt pas ka. Okej. Mirë. Kaq. Po ti Renato ke gjetur? Po sa po e tha pra jo. Nuk të dëgjova sepse s'ka problem, mos e vrit mendjen. Mirë,
Mirë, shumë faleminderit. Tani do të kalojmë te rubrika tjetër. Pacim çuna, bëni pacim. Po pushuam me kaqishim. Pastaj tani pjesën tjetër. Tani jemi të pushuar. Grida, të lutem. Grida mos e dëgjoj. Nëse shikon këtë mesazh, të lutem më jep një mundësi për një kafe. Përshëndetje miq të Gossip. Sot jam shumë e lumtur dhe nderuar të kem në studion time Rudina Tembacaj. Përshëndetje Rudi. Edhe unë jam shumë e lumtur dhe nderuar që të shoh ty të kesh studion tënde. Shumë faleminderit. Sa mirë se gjeta. Jam shumë e lumtur që të kam ty sepse ty të kam fiks për këto temat, je drejt për drejt, je pozitive. Edhe mjef. Po, edhe mjef. Kështu që e di që ty të kam fiks për këto gjëra. Me shumë kënaqësi pranova. Do më thuash pak si po të ecën jeta jote, a je mirë, a si je mirë nga gjendja emocionale, se unë shoh që po shkëlqen, kështu që mendoj që Po të them drejtën, më ke ftu në momentin e duhur, sepse tani është përmirësuar shumë, janar, shkurti dhe gjysma marsit, nuk e di pse kam qenë shumë nuk e di këto retrogradat, se që më thanë që po ndodh, edhe kam qenë shumë si e përtuar, si pak pesimiste, gjë që s'm ka ndodh prej shumë vitesh. Pak të unë që adoleshente nuk e maja men veten aq pesimiste sa muajt e partë këtij viti. Ti s'ke qenë kurrë në fakt pesimiste, ti ajo që na motivon gjithmonë, Rudi është kështu si diell. Po realisht që nuk e di se qa më ndodhi dhe nuk e përjetova mirë, se s'po e kuptoja qa ma kishte shkaktuar, se unë vuaj deri në momentin që e kuptoj nga se më vjen, se pasi e kuptoj, kat dhe vazhdoj jetën. Po tani shumë më mirë, ndoshta dielli erdhi pranvera, na ndikojnë gjitha nga pak këto, edhe partneri Marku? Po, me Markun kemi një marrëdhënie shumë të mirë, them drejtën. Jam shumë stabil marrëdhënien me Markun. Stabil të paktën nga ana Markut, sepse unë përpiqem që si të ta shpjegoj. Ta prish rahatin e marrëdhënies. Ta prish rahatin. Nuk pëlqen një marrëdhënie pjatë, gjithmonë stabil. Nuk e dua me pak më shumë emocion, domethënë. Dhe këtë lloj emocioni unë e nxjerr edhe nga hiçi, nga një që ke atë këmish pse e man kështu, po ma e kështu. Jam një grua sa harmonike, jam edhe shumë e bezdisshme me kast. Do me thëmë për t'i dhënë marrëdhënies një tjetër frymë, dhe tjetra, unë mendoj që marrëdhënia me Markun është shumë e mirë, nga që Marku ka shumë dëshirë të përmirësohet. Dhe ne të dy përmirësohemi si individ, po themi. Nëse unë zbuloj që të bën dëm, ku të jonë, brokoli me sheqer, t'ja fus kot një ekstremi, që nuk bën vaki të haj njëri, unë e luftoj atë gjën, përpiqem që mos ta konsumojmë, pra edhe nga jeta, si me thënë, nga konsumi i përditshëm i gjërave, ushqimi, mënyra si jetojmë, deri tek mënyra të menduarit. Jam gjithmonë kërkim të më të mirës. Pra ti ke një marrëdhënie të shëndetshme. Po, nuk është asnjëri nga ju toksik? Them drejtën, jam shumë e habitur që kam një marrëdhënie të shëndetshme dhe çdo ditë pyes veten, them si kam mundësi. Sepse unë vjen një moment që nga eksperienca që kam, do me thënë nga viti 3 i marrëdhënies, filloj edhe, se di, nuk du të kem të njëjtat, dua që personi të ketë të njëjtat kërkesa me mua dhe Marku është përshtat jashtëzakonisht. Pra nuk është pengesë fare për ty edhe në profesionin gjithmonë? Jo, shumë mbështetës. Pengesë nuk ka ndodhur kurrë tjetë, është përkundrazi, është shumë mbështetës. Marku është njeriu që më motivon shumë për të bërë gjëra të bukura. Ose i duart roket sukseset dhe tentativat e mia. Pra nuk është personi i cili është gjykues nëse unë du të filloj gjë, po ajo gjëja nuk është se shkon shumë mirë, pra është vërtet personi ku mund të mbështetem. Gjë që nuk është e thjesht ta gjesh. Po unë e vlerësoj shumë këtë gjë te Marku dhe ai vlerëson 1 miliard të mira tjera që kam unë. 1 miliard.
E shikoni që ka dhe marrëdhënie të shëndetshme, thjesht duhet të gjesh personin. Patjetër që ka marrëdhënie të shëndetshme dhe sinqerisht unë se kam besu vetë që do ta kisha kaq shëndetshme. Po me sa duket pjekuria, eksperjenca më ka mësuar që mos të jem një person që jam shumë, nuk kam lidh gjithë ditën unë, ta kem baza e ditës time të jetë im shoq, përkundrazi. Baza është Viktoria, që fillon dita me të, pra mëngjesi ai lunchboxi zoti i madh se nuk e di çfarë torturë është, çfarë do të shpikim mi dhon me vete që taj drekën, se nuk na pëlqen ushqimi i shkollës. Dhe fillon me Vikin, pastaj vazhdon me punën time, komunikojmë gjatë gjithë ditës me Markun, kemi komunikim madje ai habitet jo habitet, po merr dhe më thot pse s'm ke marr fare në telefon. I them, po ti pse s'm ke marr plak. Pra është një marrëdhënie që fal Zotit deri tani jemi mirë, po unë nuk s'kam garanci e diti. Unë nuk jam një njeri që mund t'jap garanci për marrëdhënie, sepse pa dashje unë mund më ndryshon këndvështrimi, ndoshta mund mos ndjehem nesër e plotësuar, tani unë jam nisur që ta përfundoj do të thënë të jem me Markun deri në fund të jetës time. Po kështu jam 20 herë tjera unë. Po për shembull të marrëdhënien e mëparshme, Rod, çfarë mendon që ka qenë ajo ose cila është, se është fakt, gjëja që s'ka funksionuar? Po nuk e di ta them me siguri, Greta, sepse vjen një moment, të më thënë që unë kam një të mirë. Zoti më do shumë, sinqerisht, dhe jam shumë falenderuese Zotit, që më bën ti harroj, pra është një lloj vetmbrojtje, nuk mbaj mend asgjë të betohem. Dhe përpiqem që njerëzit të cilët kanë kaluar jetën time, jo vetëm ish partner, po edhe ish koleg, edhe miqësira që kanë kaluar, unë përpiqem dhe shpesh herë kujtoj gjëra shumë të lezetshme në mendjen time. Dhe kjo gjë më bën mos urrej askënd. Dhe duke mos urryer askënd, ose mos kem inat askënd, të betoj me disa e bukur është jeta, prandaj kam shumë energji gjatë ditës, se unë harroj, kush ma ka bërë për borxh, harroj. Ose çfarë nuk ka shkuar te një marrëdhënie, mos si ve rëndësi fare, them me sa duket s'ka shku mirë pafshim. Unë pi pra omega 3 për ditë, po nuk maj mend se Zoti më do. Te këto rastet për shembull të shoqërisë, të ish kolegëve, çfarë ka qenë një gjë që ty për shembull e ka prishur marrëdhënien, pa përmendur emra se nuk është e nevojshme, ose një gjë që ty nuk të pëlqen dhe e bën dhe marrëdhënien e shoqërisë e bën toksike. Gjë që nuk të pëlqen dhe është problem që ta diskutojmë dhe dikush tjetër ta dëgjoj si këshill, si gjë. Tash ndoshta është edhe çështje moshe, Greta. Kalon në një stad, domethënë kur ke një ngarkesë caktuar, ke familjen, ke gjëra të cilat ti, si më thë, unë funksionoj me checklist. Më thënë, funksionoj, duhet i kem të gjitha të qarta, çfarë do bëj sot, dhe ta përfundoj ditën me sukses, unë ndihem mirë nëse i kam mbaruar gjitha punët. Po, të paktën ato që më men, se ka dhe punë që harroj, patjetër, edhe pse të përpiqem t'i shkruaj gjitha. Po, në shoqëri, në këtë moment dhe mosh jam unë, nuk është se, të më thënë, bësh automatikisht, vetë ju bësh shumë selektiv. Pra, nëse unë shkoj shumë mirë me ty, po nuk kemi të njëjtat orare argëtimi, ne do takohemi pak më rrallë, po do kalojmë shumë mirë, patjetër. Po, prap kemi të njëjtën marrëdhënie. Po, pra, mendoj që toleranca, pastaj, unë mendoj që vjen një moment që toksiciteti, se ka dalë dhe fjala toksike dhe ka shumë vite që po përdoret edhe është trend, po nuk ka nevojë për shumë zhurmë për ta ndërprer toksicitetin. Çdo marrëdhënie duhet vi shumë graduale, shumë normale. Dhe një mikesha ose një shoqe ose një shok nuk duhet të kërkoj nga tjetri të pamundurën. Pra, nëse unë jam familjare dhe jam njëri që flej herët, jam njëri mëngjesi. Ti pa pritur je person që çohesh në orën 3, nuk pim dot kafen e mëngjesit bashk, për shembull. Por në një moment kur takohemi, bla bla, s'ka lidhje se kam një gjë që s'm ka pëlqyer, domethënë, nuk unë jam okay me njerëzit, po je mirë kuptueshme. Jam e kuptueshme dhe jam shumë tolerante, nuk
jo patjetër në miqësi, sepse kjo keq kuptohet shumë. Në miqësi ne shpesh herë njerëzit i duan miqt edhe shokët e shoqet, i duan si vetja. Po gjithë bukuria jonë është që jemi të ndryshëm. Pra unë kam shumë kënaqësi kur takoj një shoqen time nga Lezhë, me gjithë bisedat që ajo ka, me faktin që punon, për shumë zyrat e shtetit, gjë që mua nuk më ka pëlqyer, s'm ka tërheq kurrë. Po unë i marr asaj atë më të mirën, ose bisedojmë për familjen tonë, bla bla bla. Ose një mikesh tjetër që e kam nga Korça, pra i marr secilës nga mikeshat e mia, si më thënë, një buqet me lule, njëra është lule kuqe, tjetra tulipan, tjetra s'kemi më. Vjen një moment që toksiciteti në shoqëri dhe në asnjë marrëdhënie nuk çon askund. Ti mendon që për shembull ne, brezi i ri, 20, 25, 27, shumicat e historive që mua më vijnë janë qoftë bashkëtesë, qoftë fejuar dhe problemi që ndron tradhtia, çfarë mendon ti se jemi ne duke bërë gabim me njëri tjetrin që shumica e marrëdhënieve nuk po funksionon ose po shkojnë drejt tradhtisë? Tani, te brezi juaj, unë pa dashje, te brezi juaj, kam filluar të vlerësoj jashtëzakonisht dhe të më duket një gjë e jashtëzakonshme e mrekullueshme kur ju punoni. Që kjo duhet ishte gjëja më normale, bravo Greta. Kjo duhet ishte gjëja më normale në botë, që njeriu çohet dhe të ketë një punë mbasi ka mbaruar shkollën, ose të ketë një ëndër. Pra çfarë ke dëshirë ti të realizosh për 2-3 vjet, o për 4 vjet, o për 10 vjet. Se këto duken si pyetje klishe, po në fakt njeriu duhet ta ketë një synim, sepse synimi të çon në rrugën e suksesshme. Ose jo kaq suksesshme, po të paktën ndihesh mirë me veten. Ky është suksesi më i madh. Se janë as parat, as karriera, as nëse ndihesh mirë me veten, është mrekulli, domethënë. Ku diun, ndoshta nesër do ndihem mirë. Faleminderit Rudina që na vlerëson për këtë pjesë, shumica na shohin, brezi i ri, po s'bën asgjë. Brezi i ri që punon është fatkeqësisht duhet duartrokit shumë më shumë, se ne brezi jonë kemi pas për detyrë me punu, ndërsa juve ju duket ju vlerësohet si një dhunti e jashtëzakonshme, sikur jeni gjeni. Dhe është për të përgëzuar kush punon. Dhe kush arrin që të ketë zgjuarsinë që të shkëputet shpirtërisht nga rrjetet sociale, edhe nga dëshira për të patur çka tjetri. Njeriu mund ta ketë dëshirën, gjithmonë do ketë sa mirë ka, i të ketë frymëzime, po jo për anën materiale të ketë gjithmonë një synim, atë që ka më ngjitur, pra shoqen ose një gocë moshatare të veten, dhe nuk luftojnë për të arritur të mirën materiale që ka tjetri. Kjo është pak problem me këtë brez, domethënë kam vënë re që e du nga divani, po nga shtëpia, duke pa Instagram nuk mund të kesh kurrë asnjë lloj suksesi. Nuk mund të kesh asnjë sukses nëse zgjohesh vonë. Në asnjë lloj aspekti, edhe gatimi po u fillu vonë, po të gatush mëngjesin për veten tënde, prapë s'do ketë ne. Nuk do dali aq i shishëm. Pra vetëm ky është problemi, mendoj unë, dhe jeni pak brez që keni nevojë shumë për të ecë natyrë, sepse sa më shumë po shkëputeni ju drejt natyrës, se unë e di, unë fundjavat e mia i kam kaluar në Shënkoll, e kam marrë dozën në Shënkoll, fshati Arste, e kam marrë dozën e të qenit një person me këmbë tokë, si Vilet Rushi, si Leqeni, ku atu shku Lopa, këto janë gjëra shumë domosdoshme. E kupton, dhe prandaj dhe janë shtëpi ferma sot për të shku, sepse nga që nuk keni kontakt si brez shumë me natyrën, keni shtëpi këto, kam ankth, kam atak paniku, nuk është se nuk e besoj, unë e besoj atakun e panikut, por besoj shumë fort që kjo mbi gjitha luftohet vetë. Pra luftohet vetë duke i përkushtuar kohë mendjes. Jo vetëm si brez kanë vënë keni shumë qejf make-upin, që është gjë shumë e bukur. Make-upin, flokët, majtmen, gocat kanë super stil, më pëlqejnë shumë, janë gocat me super stil, dalësh në Tiranë rrugëve
është shumë gjë e bukur. Ti I adhuron dhe I vlerëson femrat, e kam vënë re këtë gjatë gjithë viteve që të njoh, I motivon, I adhuron, mos sa e bukur. Do të thënë janë yje, gocat shqiptare janë yje, djemt shqiptar janë vërtet yje. Po nëse do rrim nga shtëpia, do zbresim kafe në blok apo ku do qoftë kjo kafja, do kemi zero muhabet, vetëm do shohim në rrjetet sociale, do bëjmë foto si të lumtur. Pra, kjo fillon të shkëput ty. Dhe mendja të shkëput nga realiteti, edhe mendja pastaj ngarkohet. Duhet t'i brezi, unë mendoj që duhet t'i kushtoj pak më shumë kohë gjërave totalisht vogla. Komplet vogla, ku me fshi plurat e dhomës. Edhe kjo është një kohë për të reflektuar, për të gjatë asaj kohe mund të mendosh shumë gjëra të bukura, pozitive, po duhet merresh me diçka. Këtë do dëshiroja unë nga brezi. Pastaj kam edhe një bindje tjetër, që sa është ky skepticizmi që këta janë tuke, kanë shumë aks, ka shumë probleme psikologjike, sepse mendoj që ju jeni brez që dhe mund të bëheni realisht gjeni. E di që më pëlqen shumë të brezi juaj, që e kanë shumë zili. Na komplimento. Keni vërtet një vetbesim të jashtëzakonshëm, që ne nuk e kemi patur guximin, që sa kemi marrë shkollë, më thënë, lale, po deshe, unë ka që du rrogën, mirë pafshim. Pra, keni lloj vetbesimi, pra, vërtet nuk keni shumë aktiv, po keni shumë vetbesim, dhe kjo ndoshta do është ndërroj në gjeni dhe unë do doja shumë. Se do doja vërtet që brezat vetëm të përmirësohen. Unë shoh sot vajza ime është 8 vjeç, ka ca përgjigje të frikshme. Prandaj mendoj që nëse ju si brez, domethënë mezi po pres shpërthimin tuaj, se gjithë ky vetbesim diku do dalë. Shumë faleminderit për fjalët e bukura. Një duar trokite për rutina. Se mos u bëra pak kështu si moraliste. E di çfarë unë këtë periudhë nuk kam qenë shumë mirë emocionalisht dhe si gjithmonë vjen ti për të motivuar dhe po më bënin shumë e humba fare dhe po dëgjoja vetëm ato që po më thonë dhe me vërtet po më bënin që ti mendoja pak gjërat më thellë dhe shiko se janë gjërat më easy dhe është e gjitha janë shumë thjeshta, po. E gjitha këtu, po tek marrëdhëniet që kemi ne të rinj me njëri tjetrin, si sheti duke menduar edhe eksperiencat që ti si shet të duken kot, të duket që ja Unë dëgjoj shumë vajza që ankohen për djemt. Do me thënë që tani është dhe kjo moda që dali njerë, pastaj ai tjetri nuk sqaron asgjë, thjesht zhduket. Dhe kjo zhdukja është tipike e problemit të personalitetit me veten. Se ka me gocën fara ai boti. Ai zhduket sepse ka probleme me veten. Dhe vajzat e marrin personale, preken, lëndohen me të drejtë. Por është shumë e thjeshtë. Unë mendoj që duhet me ndu kështu, duhet me thënë gjithmonë I shkreti. Sa gjuna. Ai duhet ta marrë vetë sepse që të bëhesh burr nuk ka si lloj shkence. Që të bëhesh burr është njësoj si të bëhesh gru dhe të përballesh me gjërat, mos të zhdukesh. Pra, rritja është përballja. Nëse zhdukesh akoma, je kalama. Dhe s'ka pse asnjë vajzë ta marrë personale zhdukjen. Dhe nuk do I sugjeroja asnjë vajze të zhdukej. Kështu që, unë s'ta hap mo telefonin dhe ky trendi. Pra, çdo njeri meriton respekt për veten. Unë kam respekt për veten nëse të sqaroj ty për diçka. Nuk s'ka lidhje me ty. Pastaj nga ana tjetër marrëdhëniet ka pak shumë pretendime dhe mendoj që ne gocat e kemi ne gratë, se unë jam grua tani, pavarësisht se s'duket. Deri diku e kemi pak fajin vetë, se edhe dum barazi, edhe nga ana tjetër pretendojmë që tjetri të investojë çdo gjë. Nëse sot je 25 vjeç, Greta, dhe keni të dashur 27 vjeç, çfarë pretendon? Domethënë çfarë duhet bëj ai tjetri? Ne gocat sot duan shumë lukse, po ato lukse ai tjetri duhet ketë një farë moshe që ti ketë arritë, se unë s'kam pa 27 vjeç milioner. Se me çfarë I bëri se s'ka vite jetë kur arriti milionat. Domethënë ndoshta ne kripto Po, e vërtet, gocat janë shumë kërkuese ose janë shumë toksike, dukte. Dhe ajo që, me thënë drejtën, është shumë komike,
po shpresoj që juve si brez do ju kaloj. Thonë, nuk investon për mua. Nuk është investim kur tjetrit blen këtë, atë apo atë. Investimi shpirtëror është më i rëndësishmi. Është super më i rëndësishmi, sepse nëse ti do kesh, unë kam pa marrëdhënie të gjitha llojeve, po nëse ti do kesh një shok në krah, kjo nuk krahasohet me asgjë. Nuk krahasohet me asgjë, sinqerisht nuk jam të bë moral, se as nuk jam të bë nuk e ke iden sa po më shijon. Jo, unë kam një partner që ka qenë ekonomikisht patjetër dhe është më mirë se mua. Po am plas mu për këtë gjë, më fal që të flas me zhargon. Jo, fol si të dua. Në momentin që partneri im po më nxjerr më të mirën mua, pra kur jam afër ti, kam shumë dëshirë për të punu, kam shumë energji, sepse partneri ndikon, dum s'dum ne. Të kesh një person që të tërheq nga mrapa ti nuk shkëlqen kurrë, prandaj duhet me mirëpafshim. Ndërsa kur ke një person mbështetës dhe kur ke një person që e ke shumë shok, ja del, sa vështirësi kemi kalu ne si familje, vështirësi emocionale, nga të gjitha llojet. Prap në fund ja del nëse e përdore me partnerin. Ndërsa kur fillojnë kërkesat për këto investimet, ja humb komplet magjin investimit shpirtëror. Ato vijnë graduale, tjetri nëse ka mundësi dhe nëse të do, siç po të kesh ti mundësi dhe nëse e do bëni gjëra bashkë. Po ç'është ky? Si më thënë, me Terezi çdo gjë se jeni pak në ekstrem. Të përshtateni me njëri tjetrin, gjejnë gjuhën e përbashkët, po pjesa e tradhtisë. Për çfarë mendon që e shtyn një mashkull ose edhe një femër drejt tradhtisë? Është kjo mos komunikimi, kjo që thot investimi, apo ka të bëjë me personin, që personi s'është. Unë mendoj që përveç personave që kanë ndoshta një çrregullim të vockël psikologjik, të gjithë të tjerët tradhtojnë vetëm sepse nuk kanë më dashuri për personin krah. Kam dëgjuar dhe teza që jo po është hakmarrje, po unë nuk mendoj që ti tradhton robi të çohet tani të tradhtoj për të marrë hak ndaj një tjetri. Ai që të ka tradhtuar duhet lënë. S'ke pse çohesh dhe të strapacosh shpirtin tënd. Edhe nëse të pëlqen ai tjetri do të thotë që ka mbaru. Nëse të pëlqen tjetra për çunat ka mbaru me këtë që kanë krah. Mund të jetë dhe adrenalin, po sinqerisht nuk e kuptoj. Më mirë mua edhe me parashut ka lloj sportesh për adrenalin, domethënë. Ja, për shumë burri im tani këtë periudhë kohë ka hap një fermë të vogël edhe po mban pula dhe thellëza. Edhe i thashun, po ky që ka këtë pasion, e kupton? Jo, po ti kemi për shtëpinë, është bërë shumë person kështu drejt bios, drejt tokës. Edhe thash me vete sa mirë që ka këtë pasione dhe nuk ka një tjetër. E kupton se kush lë edhe këtë, kush kush i gjen furt. Po, domethënë gjithë robi mund të kesh lloj-lloj pasionesh. Po marrëdhëniet nuk janë asnjëherë, nuk janë kurrë kështu siç po them unë tani. Unë po flas mendimin tim nga eksperiencat e mia. Po. Marrëdhëniet janë shumë komplekse. Ndjesitë janë shumë komplekse. Ne nuk mund të pretendojmë që në bazë flas unë tani në podcast dhe ju thash gjithë shpëtuan nga marrëdhënie. Domethënë ka njerëzit i përjetojnë gjërat ndryshe. Dramat që kemi pas që në fëmijërinë i marrim me vete kur futemi një marrëdhënie. Pra ne bashkojmë dy palë drama. Dramat tona dhe dramat e partnerit. Po për të arrit do të shumë komunikim që për të arrit të dy bashk një lloj shërimi ose një lloj pranimi. Se për shembull ka persona që kanë fiksime kur fillon bashkëtesa aty tregon çdo gjë. Se mu po ma le peshqirin shtremt me mu s'bosh më. E du drejt, e du shumë rregull, po pse se vunem vend. Nga ana tjetër, fat shumë i madh që kam gjetë. Pra këto detajet to ta bëjnë jetën. Se tradhtis, dhunës, gënjeshtrave i ruhen të gjithë. Në momenti që bëjnë këto të mëdhaja, ato është big deal pastaj. Vendos secili sipas karakterit. Ato që ta bëjnë jetën janë gjërat e vogla. Janë vogëlsirat. Nëse partneri ka kujdes kur ti nisesh për një rrugë, edhe është natë. Nëse me të pyet thjesht arrite,
kjo është i gjë e vogël që ta bën jetën. Ose për shembull, gjatë një jave një vajzë ose një grua nuk ka shanse që mos bëj një rezume. Këtë javë sa herë kam pi kafen e mëngjesit me partnerin që bashkëtoj. Nëse personi i cili jeton me të nuk e gjen mundësinë që të paktën 3-4 herë një javë kafen e mëngjesit ta konsumoj me ty, pastaj ti fillon edhe s'diskutohet që fillon ke boshllëqe. Po këto të vogla ta bëjnë jetën. Këto kujdeset e vogla. Më thënë, a e pive ilaçin nëse të dhem diku, ose a je okej sot, ose si kalove sot 3 minuta në ditë, nëse e ka mendjen partneri, si vajza, si djali, 3 minuta në ditë, po ta ketë mendjen ta zhduki telefonin, të të shojë sy dhe vërtet të doj të di se si je ti këtu brenda, shpëton marrëdhënia. Ti personalisht, Rud, me Marku nuk keni një marrëdhënie të mërzitshme. Unë e di që ti je tipi që gjithmonë do të bësh gjëra të reja, të dilni në një vend tjetër. Domethënë, je shumë nuk e lë marrëdhënien që të bëhet boring, po them? Po sepse unë që të bëhet marrëdhënia e mërzitshme duhet të jesh tipi mërzitshëm. Unë nuk mendoj që jam tipi mërzitshëm. Unë si gdhijem nuk ngrysem. Domethënë, përpiqem shumë, unë ndryshoj shumë gjëra në jetën time. Pra mundohem që të përmirësohem. Të paktën mundohem se disa sa ja dal apo sa do ja dal. Po kam gjithmonë diçka të re për të provuar, diçka të re për të jetuar. Edhe çdo gjë, çdo këshill të mirë unë e vë në jetë. Nuk është se e nigjova dhe më fut tem doli këteja. Për shembull tani, Ami Amarda Toska më sugjeroi që njëherë kaq kohë bënte një fundjavë pa telefon. Isha një ditë te restoranti im, mblodha ca goca, bëra gossip night. Po, pash. Edhe po më thoshte Ami që tu përgjigja vonë sepse kisha një fundjavë pa telefon. Dhe kjo gjëja nuk është se them, sa mirë Ami, bravo i qoftë. Unë them, bravo, e madhe Ami, do e provoj dhe unë. Dhe unë e vë në jetë, nuk e kam thjesht, sa mirë e bën të Ami, i kam vdekje këta njerëzit, që u pëlqen diçka dhe nuk e përqafojnë dot. Ose që thonë, jo, unë nuk e ha këto. S'provojnë asgjë të re, asnjë, jo, s'mundem, se si duket, pra njeriu duhet mësohet me shijet e reja, se ne po evolojmë, bota po evolon, studimet po evolojnë, duhet evolojmë edhe vetë, ta hapim mendjen e shkret. O Rud, shumë faleminderit për fjalët dhe unë për ty, zakonisht të historit i lexoj kështu live, po për ty kam zgjedhur 3 histori sepse di që ti do m'japësh një mendim të sinqert dhe mendoj që këta njerëz kanë shumë nevojë për mendimin tënd në këto situata. Më thuaj. Bëu gati. Po. Përshëndetje. Jam 35 vjeçe dhe e martuar. Partneri im në fillimet tona ka qenë shumë i përkushtuar dhe i dashur. Me kalimin e kohës, duke qenë se mendoj se më pa të sigurt dhe ne filluam të bashkëtonim, u martuam, mbaroi mjalti si i thon, u ftoh dhe më neglizhon. Del me shokët, mua më lën në shtëpi, nuk më kushton vëmendje dhe nuk bëjmë më takime romantike me njëri tjetrin. A është normale dhe mos po bëj gjë histeriken, mos ndoshta do hapësirën e tij, nuk ndihem më fare sikur ai më dashuron. Okej, 35 vjeç. Është 3 vjet më vogël se unë. Në momentin që fillon fjalia, do të thënë në mes të fjalisë kishte një fjalë që më dha mund zemër. Mua më lën në shtëpi. Ne nuk kemi plaçka. Mua s'më lën njëri në shtëpi. Ai del për shefin e vet dhe mua s'më lën njëri në shtëpi. Unë o rri në shtëpi o dal. Pra nuk kemi sende dhe në momentin që e trajton veten send dhe në momentin që ke bind veten që tjetri të ka të sigurt, këtu fillon probleme. Nëse një vajzë ose një grua mendon që tjetri ka të drejtë ta lërë në shtëpi apo ta marri me vete, po e trajton veten si çantë. Në momentin që tjetri del ka jetën e vet, duhet urgjent krijoj jetën e vet gruaja. Sepse partneri është partner, nuk është lëkur, nuk është pjesë e trupit.
janë dy individ që zgjedhin të jetojnë bashkë, po nëse njëri hec përpara, tjetri rri mbrapa, nuk ka ku shkon pa u ftof. Dhe zonja thot që ai më shet të sigurt, sepse zonja ka bind veten që e ka të sigurt ky. Në moment që zonja zgjohet një ditë mëngjes dhe thot çfarë do bëj unë për vete, për trupin tim dhe për mendjen time dhe për jetën time, për karrierën time, pastaj askush nuk të ka të sigurt dhe askujt nuk i ik interesi për ty. Sepse as ty s'ti ik interesi për veten. Nëse thu më lën në shtëpi, do të thotë që je send. Kush është ai më të lën ose jo në shtëpi? Ti o rri ose rri në shtëpi. Kur ai del, duhet dali, goca zonja duhet dali patjetër. Patjetër të ketë miqsinë e vet, ta krijoj atë. Të punoj një punë sado. Në përgjithësi meshkujt me çka vëre, burra dhe djem toksik thonë ja, me që do atë punë, më mos e të paguajmë pak. Do të thënë njerëzit që duan me demotivu partnerin. Se ka shumë. Ndoshta ashtu e mendojnë për momentin, ndoshta kanë ka stile, ç'në si ka. Mos merr mendime në momentin që je pa një aktivitet, duhet bësh një punë çfarë do. Se nga ajo puna çfarë do, mund njohësh një njeri, mund të takosh dikë, mund të marrësh një ofertë, një punë të mrekullueshme. Ne s'kemi limite si njerëz, ne nuk e dim kur se çaj na zot me bë. Po nuk provum. Nëse ne s'provojmë, unë thosha unë biznes, E disa, unë kisha qef restorantin, po nuk merrja vesh nga biznesi. I më shoq më tha, do i futemi, nuk kam fjet me muaj të tërë. Tani e di shumë mirë si funksionon. Po dikur thosha unë s'di të bëj biznes, se ne se kena në familje biznesin, si jena biznesmen. Nuk asgjë nuk është në familje. Në familje janë vlerat kulturore, edukata. Unë jam falë Zotit, jam dembacaj. Jam shumë krenare për këtë gjë, por limitet tona personale nuk i dim, nuk ka fund. S'ka fund. Një partner normalisht që do i hiki interesin nëse vetë bën jetën e vet, ndërsa ti sheforën kur do vi tjetri në shtëpi. Po, se kjo ka theksuar dhe që në fillimet tona ka qenë shumë i përkushtuar dhe i dashur dhe tani neglizhencë totale. Më fal që po i them gocës, po nuk është fare faji atij. Faji është që duhet me marrë në dorë jetën tënde. Që është kjo 35 vjeç, më la në shtëpi e të mërshme. Këtë s'mund ta thot as një vajzë 18 vjeç. Fare, s'mund ta thot këtë. Duhet të ketë planet e veta, punët e veta, dëshirat e veta, ëndrat e veta. Jo po prit se tani më vjen ta bëj drekën, jo. Moj Rudina, po prandaj të doja. E them me zemër këtë. Pa filtra, pa asgjë, drejt për drejt dhe jep këshilla shumë të mira. Ti hapen dhe pak syt. Ti më Greta tim një, po për ata që na shohin, them vetëm çka kam bë vet. Domethënë unë flas vetëm eksperiencën time, që në fillimet e mia kur kam qenë më e vogël, nga mungesa informacionit, ka qenë dhe pak ndryshe. Ndoshta kam toleruar pak më shumë, po te partneri për shkak të dikush, po kur jam zgju. Jam zgju për vete. Jo për të marrë hak se nuk e kam praktikuar ndonjëherë këtë gjë, po jam zgju për vete dhe kam menduar për Rudin. Në moment që mendon për Rudin, gjëja që duhet bëj çdo vajzë. Çdo vajzë për vetën e vet, patjetër. Okej, Rud, shumë faleminderit për historinë e parë, uroj që të dëgjoj. Historia e dytë. Po. Dua të ndaj me ty diçka shumë delikate, prandaj dhe dua të mbetet anonim. Anonim janë gjitha, po. Un kam gati 25 vjet e martuar me tim shoq. Kemi pas si e të qetë, normalisht dhe debate kemi patur, por jo histori tradhtie. Vitet e fundit, unë nuk kam patur shumë dëshirë për marrëdhënie seksuale dhe menopauza bën të vetëm, por gjithsesi kam pranuar të shkoj me të se është burri im dhe duhet t'ia plotsoj dëshirat. Por unë vetë ndihem shumë keq gjatë gjithë kohës, përveç dhimbjes fizike, më vret dhe emocionalisht. Më ka dërmuar shumë si situatë dhe nuk di si t'ia bëj se dhe atë e kam shok jete. Atëherë në momentin që mendon akoma që e ke shok jete, zonja nuk është se e ka përjetuar si shumë keq. Se në momentin që do e përjetosh shumë keq, nuk i thon fund shok jete me ditë se vdes. Tani ka thjesht pak mungesë komunikimi. Ka mungesë komunikimi se
jam e sigurt që zonja nuk ja ka sqaruar mirë partnerit këtë gjë. Po nuk e di se sa kohë do vazhdoj me këtë histori. Sinqerisht, kjo gjë do patjetër kontrolle, vizita që ne shqiptarët e kena shumë problem. Në gjithë shtëpinë time unë i marr gjithë përdorë i çoj mu vizitu e me bë analiza. Kjo është gjë shumë normale. I ndodh grave në moshë caktuar, ndodh shpeshherë nga kortizoli, është hormoni i stresit, kur rritet kortizoli, bie progres, nuk e di tash si jam mjeke, nuk e marr përsipër me sqaru, por që ka patjetër ndryshime hormonale. Që ti nuk ta merr mendje, po nga këto ndryshime hormonale vijnë shumë acarime, pra je acaruar gjithkohën, ndryshon cikli dhe patjetër dëshira seksuale. Nëse zonja shkon, merr dhe burrin për dorë me atë rast, edhe shkojnë te një ginekologe, mjek i mirë pra, zgjidhet shumë kollaj dhe nuk ka nevojë për kaq shumë përjetime. E kupton? Ajo po ti po thua që nuk ka të bëjë me anën emocionale. Fare, ajo po vuan kaq shumë për të shku, vetëm se ka neglizhuar me shku deri te doktori. Dhe jam e sigurt që partneri ndoshta se ka kuptuar mirë, sepse do një komunikim të përhershëm për këto gjëra. Pra do të kesh gjithmonë komunikim për anën seksuale që të funksionojë. Në momentin që zonja nuk ka qenë kaq sqaruese, mos t'ia marrë kaq për ters partnerit, sepse ai ka gjithë drejtën e botës, sa mirë që ka dëshirë seksuale për gruan e vet. Po duhet të jetë gruaja më e qartë, edhe më kontrolluese për sa i përket shëndetit. E dëgjove? Kështu që ta zbatoj. Është shumë e thjeshtë. Rudi, historia tjetër është një gjë që e ceke edhe pak çpar, kështu që më bëj qefi që e kam zgjedhur sakt. Jam me një djalë që çdo gjë nisi shumë mirë si gjithmonë, ishte shumë i komunikueshëm, më vonë filloi të më thoshte që nuk i pëlqenin ca gjëra, si për shembull profesioni. Gjë që e kam ditur që mund të jetë pak problem sepse gazetaria është profesion delikat për shoqërinë shqiptare. Ky arriti deri në atë pikë që më tha të lija punën, për të cilën kisha sakrifikuar dhe investuar vitet e jetës, me justifikimin se televizionet janë të rrezikshme, e ku di unë se çfarë paranojash kishte prej një skandali televiziv në atë kohë. Si përfundim e lash punën, sepse doja shumë dhe nuk kisha gati të ndahesha për profesionin. Tani them se kam bërë shumë gabim sepse mërzitem shumë në shtëpi. Pavarësisht se nuk na mungon gjë, sa ai ka kompaninë e tij, por unë vetë ndihem me paplotësuar. Kam nevojë të punoj, se s'bëra tërë ato vite shkollë për të qenë shtëpiake, por dhe atë e dua shumë. Nuk vendos dot. Po ti ja ke pasur probleme me partnerët për profesionin që ke? Kë pyet? Do më thënë, kjo ishte një pyetje e përgjithshme, që mund të ndajmë, sepse ti e cek edhe pak më përpara që ti bën një shkollë, bën një profesion dhe pastaj partneri ty të pengon për këtë gjë. Goca tha, kam lënë punën, ne jemi mirë ekonomikisht, sa e ka një kompani të vetën. Në momentin që unë do zgjidhja gjithmonë veten. Gjithmonë. Dhe të qenit aktore nuk ka qenë një gjë kaq e thjeshtë. E kupton, ose në moment që tjetri të njeh, s'ka pikë rëndësie se ku punon. Po, jam fal që po të ndërpresur. Për shembull, e marrim kështu personalisht me që është një gjë e profesionit që ai ka problem, jo televizioni, Marku e ka pas ndonjëherë problem që ti të dalësh, mund të kesh një sken me puthje apo diçka, një rol, një personazh, gjëra që kanë lidhje me teatrin apo filmin? Që në fillimet tona, kur unë e Marku ishim miq, edhe nuk e konceptoja ndonjëherë të justifikoja veten unë të një miku im se ç'a punoja te askush. Unë nuk justifikoj veten për asgjë se u bë ç'a duam funditës. Jam e rritur e vaksinuar, do bëj gjithë jetën time çfarë të shohun të arsyeshme për veten time. Por kur filluam që ndjenim për njëri tjetrin, patjetër ishim shprehur njëri tjetrit edhe kishim filluar të fluturat. Po shumë moheshin. Unë i kam thënë Markut një gjë sepse unë arrija të dalloja pak a shumë, domethënë, pozicionimin e Markut në shoqëri, se nuk është çdo gjë vetëm mentalitet. Vijnë pak pozicionimet në shoqëri, vijnë edhe nga familja, vijnë nga statusi që ke patur, statusi publik, vijnë nga prejardhja. Ndonjëherë burrat
edhe djemt pa dashur, duke u rritur në një ambient, me thënë, u a imponon edhe ambienti atë mënyrën se si mendojnë. Dhe gjëja parë që i kam thënë unë, i kam thënë dëgjoj, i dashur. Të dua dhe kam kuptuar, e di që më do, domethënë, e di që s'po ja fut kot. Por kjo është një video e imja në teatr. Dhe në videon në teatr ishim 4-5 aktor, pra mes tyre 2 djem, 2 shokët e mi, dhe ne të treja, personi që bënte videon ishte i vetmi i veshur. Ne ishim të gjithë në dhomën e zhveshjes, po ndroheshim. Pra unë isha me geta, dhe ndërkohë bënim një debat pune shumë serioz, por realisht ne nuk të tillë kemi punën, ndrohemi gjithë një dhomë, ka dhoma sa dush më undru dhe veç, por jemi bërë aq vëllezër sa nuk është lloj punës, në punën tonë nuk bëjnë përshtypje gjëra tilla. 1. E dyta, puthjet skenike, çdo lloj gjëje skenike, unë ja kam shpjeguar Markut që unë jam një aktore dhe këto gjëra do ndodhin. Marku nuk mendoj që ka pas thjeshta ka për ti. Nuk e ka patur të thjesht. Lëre që a thot sot që unë e dija se më tha vetëm më tha vetëm një fjali që tha unë të njoha aktore dhe të njoha person televiziv. Kështu që përderisa të dashurova kështu si e, pastaj mu turrën mu njerëzit, ai do të bëj me lën punën, dhe nuk ishte çështja që më thonin ai do të bëj me lën punën. Po thosha, po mirë, më kaq pak vlerësim pas kanë për mua njerëzit që më njohin, sepse unë këtë nuk do e pranoja kurrë, për askënd. Dhe them drejtën, pasi bëhesh nën, sidomos pasi bëhesh nën, mua kështu më ka ndodhur, kam qenë edhe më radikale në vendimet që kam marrë, sepse kam thënë goca ime duhet marrë shembull nga unë. Pra nëse unë sot toleroj një partner, nesër toleron dhe vajza ime dhe çu pa pastaj mirë ne. Toleroj, e kam fjalën e tolerancë duhet patjetër në çdo marrëdhënie, po toleroj me mvu kushte. Pra unë vetë do kisha zgjedhur gjithmonë veten, profesionin tim dhe gjën për të cilën kam sakrifikuar. Por për t'ju përgjigj gocës, televizioni në fakt është shumë konsumues. Ndoshta vajza, subkonscienca e saj, mund dhe të ketë dashur të bëj një shkëputje. Por, se ke marru gazetari, unë kam marru juridik. Domethënë, dhe kam bë aktoren gjithë jetën edhe moderatoren. Se ke marru gazetari, goca duhet të tentoj të gjej një punë tjetër, nëse nuk do ta humbi partnerin. Ai nuk e lën të bëj asgjë, sepse thotë që unë kam mundësi ekonomike që të mbaj ty dhe nuk ke pse të punosh. Po fillim çfarë jam unë makinë të mashti, duhet me thënë, më çon për gaz, kështu për vaj, filtra, ferrota, çan këto. Kupton, në fillim ky ka bërë sikur e ka pranuar, po shumë mirë, dhe pastaj ka thënë, po jo se unë kam mundësitë ekonomike për të mbajtur, nuk ke pse ta bësh këtë gjë. Atëherë po blihesh, po e trajton veten si plaçk. Po blihesh. Po ti ke mundësi me majt, faleminderit shumë, më mban shumë mirë, po unë kam nevojë me dal në punë. Kaq. Domethënë, duhet me qenë në raste të tilla, unë i sugjeroj vajzave me qenë pak ekstremiste, se ka shumë vajza të tilla që duan edhe lukse të mira materiale që u ofron partneri, po i duan në rang luksi, edhe nga ana tjetër duan dhe një liri, pra për të fituar lirin duhen ca sakrifica. Dhe liria si rregull fitohet që me prindrit. Pra nëse prindrit nuk t'japin liri, ti prindërve të tu duhet t'ju tregosh se kush je, që ta fitosh lirin. Dhe si o tregon kush je, duke u vetë realizuar. Si ja tregon ti partnerit kush je? Ti i thu po, ti më mban, po s'du të më mbash më. Pra duke stopuar çdo lloj të ardhme që të vjen, të ardhure, çdo lloj të ardhure që të vjen nga partneri, duhet kjo sakrificë. Pra nëse ke, duhet të luftosh shumë për veten tënde. Të marrësh raste ekstreme, liria e një vajze në Shqipëri fillon duke e fituar nga prindrit, fillon duke e fituar nga vllai, po që ka vajza si le vllai me dal. Pra këto gjëra janë absurde, por një vajzë në Shqipëri, ne jemi
na ka dalë nami gjithë botën, gratë shqiptare janë të forta, luftarake. Se ne kemi pas luftën me vëllezër motra njerë. Motra jo, po me vëllezërit dhe me prindrit. Kur e fiton këtë liri tek prindrit, pastaj te partneri e ke shumë kollaj. Nëse nuk e ke fitu që te prindrit, s'ka problem, filloj nga partneri, po me sakrifica. Pra duke mos pranuar shumë gjëra, shumë të mira, refuzo dhe vetë realizo, përballoj vetë gjërat e tua. Mos është kjo një lloj manipulimi që ky ka bërë, sepse në fillim e ka pranuar, jam shumë i lumtur. Patjetër që është manipulim dhe ndodh shumë shpesh, ndodh rëndom, sidomos meshkujt që kanë dy mundësi ekonomike në Shqipëri, ju duket vetja të gjithë pushtetshëm. Ndërkohë, duhet ta kuptoj një herë mirë që leku është pushtet pazaresh, jo marrëdhëniesh. Leku është pushtet, pasuria është pushtet pazaresh, çështje biznesi, shteti, tjetri, jo marrëdhëniesh. Nëse ke para në marrëdhënie me mua, je prapë jaskushi. Ka sa dush njerëz me shumë më të mira ekonomike se sa unë, dhe kur është ignorant, nuk e qas. Greta të betohem dhe unë dukem si njëri që s'mbush. Të bëj sikur se shoh, kam hallet e mia. Ne duhet të rrim me njerëz që na mësojnë diçka, se çdo njeri në fund fare të mirat materiali ka për vetë në vetë. Ja unë da kjo goca me këtë tipin. Unë dave minon, ç'a do bësh? Unë pa asgjë. Punë s'ke, kush të merr fillestare 30 ca vjeç? Fillestare je kur je. Po. Domethënë është shumë e vështirë, fillon strapacon shpirtin tepër se ndarja është e vështirë. Edhe po undave nga i gomar me qenë, prap lëndohesh, je mësuaje, është proces që mendoj që duhet ta kalojnë njerëzit të cilët e kanë nevojshme, domethënë kur një gjë nuk funksionon, duhet me e kalua të ndarjen se ajo të rrit shumë, të rrit dhe të bën shumë gati për marrëdhënien tjetër. Po se jo më fut pestin, më thënë është keq kuptu pak. E kuptoj. Edhe djemtë shqiptar, më vjen shumë keq ta them këtë, por suksesin e vetes kanë fillu ta masin me paran, sepse kanë pak gabimin edhe vajzat që thonë, filani ka këtë, ka atë, nëse është i trash zemra ime, nuk ka shanse me ftillu leku, të betohem, ta them me zemër këtë. Do të thënë, ta them ty, ta them çdo vajzë që më ngjon, çdo gruaj, po që gjë e trash, nuk ka shanse ta ftilloj asgjë. Edhe në fund ditës, më fal që do e banalizoj pak. Thuaj, plas. Përmbyllje. Nuk bën dot seks me asnjë tub lekësh, as me flori, as me makinë, këtu janë të pashkepshme. Domethënë, ti duhet bësh seks me një person që realisht ka inteligjencë emocionale dhe realisht të pëlqen. Sepse jeta është shumë e shkurtër. Shijimet ato janë. Fund ditës, e di për çka ka nevojë çdo njeri? Për shëndet, për një palë syt sinqert, për një gotë verë ndark, edhe për një seks të mirë. Kaq. Rodina Dëmbacaj. Të do një marrëdhënie. E qau, e mbylli me një super fjali që nuk ka nevojë fare për... Kaq do donte një grua që bën jetën e vet. Rodin, kam edhe një pyetje që dua të ta bëj dhe këtë po ty. Po. Që më ka ardhur shumë shpesh. Po. A ka rëndësi e kaluara e një vajze në momentin që ajo është lidhur tashmë me një djalë dhe ky e ka problem për lidhjet e mëparshme që kjo ka pas. Zot, çfarë pyetje. Po ku dëgjon tani në momentin që shiko, lidhjet që ka pas nuk do ishin kur problem. Lidhjet. Por që kur ka dalë në mod one night standi, do doja shumë që çdo njeri ta dinte nëse partneri ka qenë tip one night standi, ose me këto lidhjet e vogla 2 javore, ose 1 javore, ose 1 mujore, sepse këta njerëz kanë probleme shumë të mëdha psikologjike, këto që kalojnë shumë partner.
Pra ju duket sikur po bëjnë jeta fundit, por realisht për ditë, si me thënë, e fusin shpirtin gjyna, që ta them popullore. Me thënë, pa dashur, në momentin që kemi marrëdhënie të pa konsoliduara, marrëdhënie njëra pas tjetrës, pa fund, që zgjat kjo periudhë kohe mund zgjasi 2 vjet, do të thotë që më mirë me nejt larg këtij personi, ose ta shoqërosh që flasim me dikë, me një psikologe që është gjëja më normale në botë. Unë shkoj te psikologja, Greta. Unë vetë personalisht shkoj te psikologja sepse jam një person që kam shumë ngarkesë dhe kam nevojë për një mendim të ftohtë. S'më ndihmon dot, domethënë një person i afërt. Dhe njerëzit që vajzat ose djemt që kanë patur një jetë të tillë, duhet patjetër përpara se të krijosh një lidhje me ta, ti çosh të shërohen, sepse unë njoh disa, domethënë që njoh disa që nuk vajza, e pranon partneri njoh disa vajza dhe disa djem, që më ka rastis vërtet i takoj, dhe të bëj këtë bisedë me ta, që kanë rrin 2 muaj me një, ndahen, pastaj javë me një, ndahen, pastaj dhe e nisin me këdo, e nisin si seriozisht. Pra kjo gjëja ka nevojë për një shërim psikologjik. Ti duhet flasë, Robi duhet flasë se s'bën me një psikologe. Dhe jam dakord me vajzat dhe djemt që nuk pranojnë të lidhen direkt me persona që kanë pas shumë one night stand për një periudhë gjatë kohore. Sepse sa më shumë one night stand, aq më shumë ngarkohesh psikologjikisht. Sepse njeriu është krijuar ndoshta, unë e kuptoj tjetër gjë instikti seksual, që ne kemi me lindjen, por shoqëria jon dhe deri më sot ne jemi të edukuar pa dashje, pra kemi këtë nga familja, nga rrethi shoqëror, që kemi nevojë të kemi një marrëdhënie. Në moment që kalojmë nga kjo shina, pra nuk i vë faj partnerit nëse pyet nëse ka pas lidhje apo ka pas nga këto historit kështu. Sepse do donte që të kishte një njeri me stabilitet psikologjik. Domethënë, jo gjithmonë është ky paragjykimi. Pastaj nëse është paragjykimi, po them ti ke pas 3 lidhje, secila ka zgjat nga 1 vit e gjys, njëra 1 vit, tjetra 2 vjet, dhe ai e ka problem, atëherë rri larg këtyre njerëzve. Sepse nuk besoj se kjo ka zgjedhur të rri me një të virgjër. Duhet të rrish larg sepse nëse i masin vlerat njerëzore dhe karakteriale te numri i lidhjeve, është shumë problem. Personi duhet deri diku të kuptojë se çfarë ka shkaktuar ndarjen me dikë. E kupton? Sepse ka sa dush vajza ose gra që zgjohen një ditë bukur edhe jo po se ti s'më bëre këtë. Ka edhe divorce për kapriço. Mbeso që ngjajnë si kapriço ose ish partneri, pra për një ish lidhje, gjithmonë secili nga ish partnerët e shpjegon si problemi tjetrit. Në fakt, gjëja më e duhur për të thënë është nuk duheshim më kur mbaron dashuria, aty mbaron dhe lidhja. Jo po shkenca, s'më donte më vëlla, shumë e thjeshtë. Po si se thon kurrë më sa probleme kanë. Po duhet të jetë problem që këto goca për shembull të kenë frikë të thon partnerit tyre aktual tani se ai thotë që jo nuk ta pranoj, nuk më pëlqen. Ma s'ma pranon lam të mirë se ka tjerë boll. S'ma pranon, okay, shnet. Nëse janë e theksoj, nëse këto janë lidhje. Ndërsa nëse ke patur nga këto marrëdhënie vrap e vrap, pra mrena i viti ke pas 9 lidhje të shkurtra, duhet me ikë te psikologu të qartësohesh çfarë do nga jeta dhe pastaj dalësh me dikë. Ose jo i pari që del patjetër, nuk e di se ka lloj-lloj formash për ta zëvendësu nevojën seksuale. Ka lloj-lloj formash, më mirë se sa me konsumu veten shpirtërisht mbi të gjitha. Vetëm shpirtërisht, se s'ka konsum tjetër. Nuk hollohet asgjë. Rodina Dembasaj, të falenderoj shumë për këtë super episod podcasti. Faleminderit ty shpirt. Dhe për këto super këshilla që ke dhënë dhe uroj që ti dëgjojnë dhe ti kuptojnë dhe ti vënë zbatim. Greta, unë të falenderoj dhe të uroj shumë sukses, se unë të dua shumë. Edhe unë të dua shumë. Dhe jo vetëm ti, po gjithë që ke këtu rrotull, i përgëzoj se jeni gjithë të rinje të reja,
që këtë lloj nismash duan këtë guximin e moshës tuaj dhe të brezit tuaj, edhe mezi po pres next step, se këtu e ke arrit suksesin. Ti do e mbash, pastaj gjithë bashkë do bëni edhe gjëra shumë më të bukura. Shumë faleminderit, je shumë e mirë si dritë të tua. Jam shumë e lumtur që kanë dalë tani dritare të reja për të shpërfaq veten, sepse dikur ka qenë lufta për ty në televizion, ky është një komoditet shumë i madh që keni, shumë suksese. Shumë faleminderit.